Hotelet në Durrës janë bërë gati për festat e fundvitit. Shumë persona kanë prenotuar për të kaluar natën e Krishtlindjes si dhe ndërrimin e viteve. Por këtë vit duket se gjithnjë më shumë të huaj kanë zgjedhur Durrësin për t'i kaluar këto festa. Menaxheri Blerim Noria thot se hoteli në zonën e plazhit është i zënë në masën 90% deri më tani. Ai tregon edhe çfarë është përgatitur për turistët. Në ofertën e Krishtlindjeve kemi rezervimin, po themi jemi plotësisht rezervuar, po janë shtetas shqiptar që janë të qytetarë të Durrësit ose Tiranës, por risia këtë vit është që në paketën e vitit të ri 90% e hotelit është rezervuar nga shtetas tuaj. Pra ka pasur një kërkesë shumë të lartë nga shtetas tuaj për të ardhur për të festuar vitin e ri në Durrës. Kjo tregon që shtetas të huaj kanë pasur një interes të veçantë për të kaluar këtë darkë. Pavarësisht se në këtë periudhë të vitit ka një rënje të lehtë të numrit të turistëve të huaj, në fillim të pranverës pritet ardhja grupeve turistike nga Austria. Unë mendoj që është tradita shqiptare që i tërheq, pra viti i ri në Shqipëri ka një karakteristikë të veçantë, pra kemi unike pjesën e përgatitjes ushqimeve dhe mënyrën se si e festojmë, pra është 100% traditë me valle shqiptare, muzikë shqiptare dhe gatime shqiptare. Tashmë Durrësi është kthyer në një destinacion turistik për vizitor nga pothuajse gjithë bota. Kulinaria, tradita dhe mikpritja janë elementet që të huajt vlerësojnë më së shumti në vendin tonë.